Kryetari i komunës Paleka, i shoqëruar nga drejtoresha e arsimit Silvana Haxhikadria, vizituan Universitetin e Gjakovës. Aty u njohën nga afër me fillimin e vitit të ri akademik nga rektori i këtij universiteti, Bajram Nuraj. Nuk patëm në një ceremoni, për shkak se ceremoninë e lam të i prit me shpresë se do të përfundohet objekti, kështu morëm vesh edhe me strukturat lartë për ministrinë, në mënyrë që inaugurimin ta bëjmë të njëjtën ditë dhe ta kryejmë edhe anën formale të universitetit përkatësisht të themelimit, sepse universiteti veç është themeluar faktikisht, ne jemi në vlugun e punës. Nga ana tjetër, kryetari Lekaj përpos që uroi vit të suksesshëm e të mbar në çdo drejtim, foli edhe për përgatitjen që ka bërë komuna për hapjen e këtij universiteti dhe shtoi se janë në përfundim të punimeve të objektit që po adaptohet. Gjakova e ka merituar dhe unë si kryetar komune jam falënderues për gjithat që keni bërë dhe që do ta bëni në kuadër të këtij viti akademik dhe në kuadër të Universitetit të Gjakovës. Le të jetë një shembull i mirë, le të jetë një vend ku do të përfshihen i tërë territori i Kosovës, por edhe ma gjerë. Dhe unë as pak nuk kam dyshim në aftësitë e juaja si rektor, por edhe bashkëpunëtorëve që në të vërtetë jeni duke bërë një punë shumë të madhe.